Mjeshtri dhe thjeshtri, thjeshtri. Mjeshtër, kam një frikë që nuk po arritam poshtë. Kam frikë se njerëzit që dua do të largohen nga jeta ime. Mjeshtri, nuk ke frikë nga largimi i tyre. Ke frikë se nuk ke mësuar ende të qëndrosh pranë vetes. Thjeshtri, po si mund të mos më dhemb kur dikush largohet? Mjeshtri, dhimbja është njerëzore. Të kapesh pas dikujt me çdo kusht është zgjedhje. Mos i ngatro këto të dyja. Thjeshtri, atëherë çfarë duhet të bëj? Mjeshtri, së pari, mëso ta duash veten. Jo me fjalë të bukura para pasqyrës, por me vendime. Respektoje veten aq sa të mos pranosh atë që të ul dinjitetin. Duaje aq shumë sa paqen tënde të mos e dorëzosh në duart e askujt. Thjeshtri, po nëse personi që dua vendos të largohet. Mjeshtri, atëherë hapet derën. Thjeshtri, ta hap derën? Mjeshtri, po. Dhe nëse është e nevojshme, përcillet deri te pragu. Jo me zemërim. Jo me hakmarrje. Me qetësi, thjeshtri, kjo tingëllon e ftohtë. Mjeshtri, jo. Është forma më e lartë e respektit. Dashuria nuk është burg. Askush nuk duhet të mbahet me lutje, faj, lot apo frikë. Kush dëshiron të ecë pranë teje, do ta bëj me dëshirë. Kush dëshiron të largohet, nuk do ta ndaloj asnjë zinxhir. Thjeshtri, po nëse mbetem vetëm, mjeshtri, vetmia nuk është armiku yt. Armiku yt është jetosh i rrethuar nga njerëz që nuk të duan, vetëm sepse ke frikë nga heshtja. Thjeshtri, si ta di që e dua vërtet veten? Mjeshtri, kur lumturia jote nuk varet më nga mesazhi i dikujt. Kur nuk e mat më vlerën tënde me pranin ose mungesën e një njeriu. Kur pushon së vrapuari pas atyre që vazhdimisht zgjedhin të ikin. Thjeshtri, do të thotë se nuk duhet të luftoj për askënd. Mjeshtri, lufto për marrëdhëniet që ndërtohen nga dy njerëz. Mos lufto kur për të bindur dikë të zgjedh. Dashuria nuk fitohet me këmbëngulje. Ajo lind nga vullneti i lirë. Thjeshtri, po nëse zemra ime nuk pranon ta lëshoj. Mjeshtri, zemra ka nevojë për kohë, por shpirti ka nevojë për dinjitet. Mos e sakrifiko të dytin për hir të së parës. Thjeshtri, kam frikë se do të humbas shumë njerëz. Mjeshtri, ndoshta, por do të fitosh njeriu më të rëndësishëm. Thjeshtri, kush është ai? Mjeshtri, vetja jote. Thjeshtri, dhe nëse një ditë dikush troket përsëri në derën time. Mjeshtri, atëherë hapet derën me buzëqeshje, por mos harro këtë rregull. Askush nuk hyn më në jetën tënde me çmimin e paqes sate. Thjeshtri, pra, sekreti nuk është të mos dua askënd? Mjeshtri, jo. Sekreti është të duash pa u humbur. Të japësh zemrën, por jo identitetin. Të ecësh krah dikujt, por kur pas ti duke harruar rrugën tënde. Thjeshtri, dhe në fund, çfarë mbetet? Mjeshtri, në fund mbetet njeriu që të ka shoqëruar në çdo fitore, në çdo humbje, në çdo lotë, në çdo buzëqeshje. Ai nuk të ka braktisur kurrë, edhe kur ti e ke harruar. Thjeshtri, kush është? Mjeshtri, ti. Prandaj, para se ti kërkosh botës të dojë, mëso të bëhesh shtëpia ku shpirti yt ndihet gjithmonë i mirëpritur.